rrugëzgjidhje kësaj pune. Zhvillima ja presni ftesë prej lëvizjes vetëvendosje që deputetët e juaj me ju bashku me pas koalicion me grupin e tyre parlamentar, në mënyrë që paktën me jam ndihmu në rritjen e numrit për shkak që edhe deputetët e juaj nuk munden me vola. Shqeni, s'është me rritje numri, është duhet me pas shumicë. Nuk zgjidh problem, ne duhet me pas shumicën parlamentare dhe për shumicën parlamentare ne jemi të interesuar të bisedojmë, edhe të japim kontributin tonë, po edhe po partitë e mëdha kanë përgjegjësinë kryesore për ta gjetur zgjidhjen, për gjithë zgjidhje, sepse besoj që ato kanë kapacitetin për ta tekaluar këtë krizë. Faleminderit. Jo që ne nuk kemi propozim tjetër, por në fakt, siç duket, situata politike në Kosovë nuk ka një alternativë tjetër për dalë prej kësaj situate, për arsyen e thjesht që as lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni i tyre nuk i kanë votat dhe ne kemi pranuar me sinqeritet që as partitë e deri-djeshme opozitare nuk i kanë numrat. Kështu që për të ecur për të para, për të pasur një vullnet, për ta zhbllokuar situatën, kjo është alternativat e cilën ne kemi vendosur mbi tavolinë. Shpresojmë që partitë politike të jenë prezente në takimin e ftuar nga presidentja dhe nëse janë kundër propozimit tonë, atëherë po besoj që janë ata të cilët duhet lëvizim. Ne kemi thënë sa herë, lëvizja vetëvendosje i ka edhe 13 partitë të tjera parlamentare, të cilave nuk ju ka bën ofertë siç i ka bën Lidhjes Demokratike të Kosovës. Andaj janë ata që i kanë alternativat në dorë. Ndërkohë që sa i përket kandidatit për kryetar të parlamentit, ata i kanë edhe 47 kandidat të tjerë, të cilët mundin me u propozu edhe mundin me pa nëse po kalojnë. E kemi thënë qëndrimet tona, nuk ndryshojmë. Mirë po ka pas kërkesa prej tjera, kështu që ju e dini 61 vota duhen për me kalu ndonjëri prej kandidatëve. Unë besoj se sikur ata të kishin pasur interes që ta zhbllokojnë situatën, e kishin zhbllokuar që një kohë gjatë. Përmenda ka pas parti parlamentare të cilat kanë thënë që nuk kanë vota për zonin Haxhiu, por kanë vota për kandidat tjerë dhe ata i kanë edhe 47 kandidat tjerë të cilët mund t'i propozojnë. Ata janë shkaktari bllokadës, atyre ju ka mungu dhe ju mungon edhe sot e kësaj dite vullneti, ndërkohë që për pjesëmarrjen e takim besoj që duhet flasin ata vetë. A ka pyetje tjera? Nuk e di. Do me thonë që ata që jenë këtu, ftesat kanë arë për kryetarët të vendit, për kryetarët partive, kanë dirë. I dëgjuam disa prej deklarimeve të zakonshme pra pas të shtimet e këtyre seancave konstitutive, foli kryetari i Partisë Demokratike Memri Krasniqi, shefja e deputetëve të LDK-s në ardhe Hikmete Bajrami dhe po është të pas një deklarim jashtë objektit të kuvendit Fatmir Lima i nismës social-demokrate, pra afrim përshojmë qëndrimet të njëjta të përsëritura të partive që fajsojnë njëra tjetrën për bllokadën në kuvend. Dhe që siç duket do të vazhdon kjo reprizë politike. Nëse i kushtojmë tash vëmendje këtë që ka deklaruar ajo që deklaroi kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk është bashkë qëndrueshëm krahasimi që bëri, kur tha se edhe në vendet tjera ndrohet kandidati në mes të garës, duke u referuar Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do t'i shkonte më përshtatje vetë Memri Krasniqi se sa situatës në cilën ndodhet tash kuvendi i Kosovës, për shkak sepse Memri Krasniqi është detyruar të tërhiqet nga si kryetari i partisë, nga kandidat për kryeministër nga Afrika, se do të humbë më shumë vota ai përballë Albin Kurti dhe që e kanë bërë si zgjidhje Bedri Hamzën. Kështu që rasti që ka ndodhur me Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur Kamala Harris e zëvendëson ish presidentin Biden, i shkon më përshtatje tërheqjes së Memri Krasniqit nga gara për ballafaqim me Albin Kurtin se sa situatës që po ndodh aktualisht në kuvendin e Kosovës. Kështu që keni përpjekje që i kthehet atij në bumerang më shumë se sa që ndihmon për ta qartësuar bllokadën në kuvendin e Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës i përsëriti qëndrimin e saj, do thotë nuk i kemi as ne numrat, nuk i kanë as ata numrat. Tash po theksojnë këtë që si kemi as ne. Kjo është shumë e rëndësishme të që do të thotë se këta nuk janë vetëm për një qeveri, vetëm me partitë opozitore. Ajo që duhet thuhet, ajo që duhet të qartësohet, e që kanë obligim të qartësojnë opinionit publik, pse nuk i kanë numrat. Formalisht numrat i kanë. Nëse e bëjmë me një kalkulim të thjeshtë matematikor, madje edhe pa listën serbe. Edhe pa listën serbe bëhen. Kjo tregon për përçarjet e brendshme që kanë subjektet e dyta
treta. Kjo është arsye të cilët nuk po i tregohet opinionit. Unë jam i bindën që në lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka vullnet politik të disa deputetëve për bashkëqeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës ose me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, po mbase me theks më të madh me Partinë Demokratike të Kosovës. Gjë që e njëjta gjë mbase mund të jetë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës dhe diskutimi dhe tema tjetër diskutabile që do thotë nuk mund t'i siguroj numrat ka të bëjë me pozitën e kryeministrit. Dhe kjo është arsyeja që unë kam thënë që Albolena është vetëm pretekst për shkak të pafuqisë politike të gjitha subjekteve tjera parlamentare për ta tejkaluar këtë procedurë. Fundit, unë kam marrë disa shembuj edhe në kalumen që ka ndodhur. Albolena Haxhiu mund të jetë ndashtë me sjelljen e saj, mund të krijojë edhe irritime në kuvendin e Kosovës, por dihet cilët janë kompetencat e kryeparlamentarit. Ai nuk mund ta bllokoj punën e një qeverie opozitare nëse ka vullnet dhe unitet të plotë ndërmjet tyre subjekteve. Asnjë shans nuk e ka Albolena Haxhiu të jetë marrëmiqësore ndaj një qeverie të mundshme opozitare sesa që ka qenë Vjosa Osmani në raport me Abdullah Hotin. Rënja e qeverisë Abdullah Hotit ka ndodhur për arsye tjera kushtetuese, por jo pse Vjosa Osmani ka qenë në gjendje ta bllokoj punën e qeverisë Abdullah Hotit. Edhe Albolena Haxhiu do pas që mund të krijoj skena mbase jo të këndshme në menaxhimin e kuvendit të Kosovës apo diçka tjetër, nuk ka kompetenca më të mëdha regulative, kushtetuese që ta bllokojë mirë funksionimin e një qeverie të mundshme opozitare nëse këta kanë vullnet për ta lënë Albin Kurtin në opozitë. Kështu që argumenti i tyre që Albolena... Po i friksojnë kësaj konsiderojnë opozitën? Arsyeja është që mund të jenë situatë të tilla ku mund të ketë tentime për ta bllokuar punën e kuvendit. Albolena mund të jetë preteksti, arsyeja më e vogël, por janë këto telashet e mbrëmshme që po dalin gjithnjë më shumë sipërfaqe, që po tregojnë pse edhe subjekti i dytë e i tretë nuk kanë kapacitete, nuk kanë mundësi për ta lënë lëvizjen vetvendosje në opozitë, duke i bërë siç duket zgjedhjet e reja të pashmangshme në këtë situatë, nëse dhe presidenti Osmani nuk ofron ndonjë solucion, që unë jam pesimist sepse presidentja nuk mund të krijojë qeveri, kështu tash mund të imponojë le të themi se kush me këtë në koalicion. Kush me këtë krijojë, ajo mund të ofrojë ndihmën e saj, mund të ofrojë këshillat e saj, se si mund dilet, por nuk mund të prodhoj veprim të drejtë për drejtë politik brenda parlamentit të Kosovës, që ku është thelbi i bllokadës jo vetëm parlamentit, por edhe të një farë mënyrë të shtetit në cilën ndodhemi. Arsyet e vërteta mbase është frika e subjekteve, një e para mungesa uniteti, dy dhe po ashtu edhe këto që nuk e thon hapur, është frika për të ballafaquar me sfidat me të cilat Kosovës i imponohen, nëse i përcjellim me vëmendje si vizitat e diplomatëve të ndryshëm mbështetësve perëndimor, ashtu edhe dje filloi reagimi i përfaqësuesve diplomatik në Kosovë. Ishte ai takimi me Kurtin. Të gjithë mos të madhe ja kanë përkujtuar qeverisë ardhshme të Kosovës detyrimet ndërkombëtare të cilat i ka në proces të dialogut. Dhe frika kryesore e tyre është që asnjëra nuk kanë guxim të ballafaqohen me këto telashe që e presin Kosovën, që janë evidente, janë në tavolinë, më thonë, janë të ditura se çfarë obligime ka qeveria e Kosovës, marrëveshjet për komunitetin ndërkombëtar, për Bashkimin Evropian konsiderohen punë përfunduar më, vetëm tash do kalohet në fazën e zbatimit të tyre dhe qoftë Komisioni Evropian, qoftë Komisioni Evropian, qoftë zyra të ndryshme diplomatike e kanë bërë qartë renditjen e hapave në drejtim të materializimit të këtyre marrëveshjeve. Kosova e ka obligim e para ta dërgojë në gjykatë kushtetuese draft statutin për asociacionin. Nuk lejohet ndryshimi, do thotë partitë nëse shetin në fushatë opozitare asnjëra prej tyre nuk e kanë përmendur temën e dialogut. Ka qenë ekskluzivisht temë marginalizuar, por ato tash nuk mund ta anashkalojnë nëse marrin menaxhimin e shtetit, nëse ballafaqohen me situata të tjera dhe me një opozitë, me një lëvizje vetvendosje shumë të fuqishme si subjekt opozitar. Dhe me këto presione ndërkombëtare për të zbatuar këto detyrime dhe obligime që i qëndrojnë Kosovës në tavolinë, duket që është një lloj frike, po e quaj edhe arsyeshme në një farë mënyre, të cilat nuk janë të gatshme të ballafaqohen edhe në rrethanat e reja ndërkombëtare me të cilat ndodhet me rrethanat e reja ndërkombëtare në cilat aktualisht po futemi, sepse shumë lehtë ka qenë që të menaxhohet procesi i dialogut kur ka dominuar një unitet transatlantik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Brukselit, por sot kemi një çështje këtë tjetër, kemi në SBA e cila thotë që Amerika është e para, është indiferente ndaj fatit të Brukselit, ndërkohë ne jemi në proces të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, i cili ka telashe dhe po i nështrohet dy presioneve të mëdha. Në një anë
kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në anën tjetër frikës nga Rusia, dhe në këtë situatë BE-ja është e përhumbur si faktor geopolitik, e çfarë po dhe reagimi ka shumë i vakt ndaj Vučićit, ndaj vizitës Vučićit në Moskë, ishte një reagim tejet i dop, sepse ishte një vizitë e cila e shpërfill në mënyrë kategorike edhe njërin prej parimeve kryesore të dialogut Kosovë-Serbi, sepse dialogu Kosovë-Serbi i cili zhvillohet për normalizimin e marrëdhënieve, në sfond e ka agjendën e integrimit evropian të dy vendeve. Pra progresin në njërin anë është parakusht për progresin në anën tjetër. Dhe tash çfarë situatë jemi? Pala tjetër me cilën ne dialogojmë gjithnjë më tepër e bën të qartë të ditur që është ujse indiferente për arsyen madhore për cilën zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi e që dy palët duhet i normalizojnë raportet. Kështu që në këtë klim kaotike, do të mbasi janë të vetëdijshme që nuk kanë çka të bëjnë as me fitoren të cilën dhe me rezultatin që e kanë arritur, dhe Albolena Haxhiu është shndruar një lloj komoditet për to, për një pritje të pafundme, nuk dihet kur do dalim për kësaj situate. Por keni qenë një vetë deputet, do thotë, në këtë situatë, po, nëse veç nuk ka marrëveshje, edhe të shkohet tek zgjedhjet. Edhe në kohën unë e di, Jakub Krasniqi, gjithë ne e dim, ish kryeparlamentari Jakub Krasniqi, ka pasur marrëdhënie jashtëzakonisht antagoniste me ish kryeministrin Thaçin. Mandatin e dytë thuajse marrëdhëniet i kanë pasur. Marrëdhëniet i kanë pasur është të tensionuara, por nuk a ka arritur që ta ndalë punën e ekzekutivit të Jakub Krasniqiu. Kështu që Albolena Haxhiu nuk mundet me ndalë punën e një ekzekutivit të mundshëm opozitar. Ajo mund